Përshëndetje, kaltrim dhe kushtrim për juve në studio dhe për të gjithë shikuesit e televizionit Dugajgjini. Aktualisht për emrohem nga qyteti i Vushtrisë, aty ku mbrëm këtu në vendin ku ndodhem unë, një 19 vjeçar u privua nga jeta nga një bashkëmoshatar i tij. Ngjarja zori vend rreth 300 metra më poshtë, rreth orës 20:35, ndërkaq trupi i pajetit të ndjerit është gjendur saktësisht në vendin ku jam unë. Policia e Kosovës ka arritur që ta arrestojë të dyshuarin kryesor mbrëm, bashkëmoshatarin e të ndjerit, e të cilët i ka sekuestruar edhe armën me të cilët dyshohet të jetë kryer vepra. Një herë të njëjtit i ka sekuestruar edhe një armë të gjatë me 5 fishek gjatë bastisjes së shtëpisë së tij, e cila ka zënë vend mbrëm rreth orëve të vona të natës. Paraprakisht, para se të vinim këtu, ne gjithashtu kemi vizituar edhe prokurorinë themelore të Mitrovicës, aty ku nga zëdhënësi i saj Valon Preteni na është bërë ditur se 19 vjeçari tani më i dyshuari kryesor për këtë vrasje ka pranuar fajsin, ndërkaq motivet ende nuk dihen. Gjithashtu vlen të përmendet që ne jemi përpjekur të bisedojmë edhe me dëshmitar, apo më mirë të themi edhe me banor rezident të kësaj lagjeje, nëse të njëjtit kanë dëgjuar diçka, po edhe nëse kanë parë në fund të fundit. Megjithatë na është thënë që duke qenë të rezervuar para kamerave, na kanë thënë që kanë dëgjuar të shtëna kur kishin parë trupin e pajetit të ndjerit në vendin mbrapa meje afër një makine. Ne gjithashtu pas kësaj lidhje direkte do të vizitojmë edhe familjarët e të ndjerit për të shprehur ngushëllimet tona dhe për të parë nëse të njëjtit kanë vullnetin të deklarohen për neve në këto momente të vështira të tyre. Ndërkaq varrimi i të ndjerit do të mbahet në orën 16:30 në varrezat e fshatit Dubovc, Sprenga dhe vije viktima. Po të linjën tek ju. Po, Deja, faleminderit shumë, ndërkohë që paraprakisht, para medjave, është deklaruar xhaxhai i viktimës 19 vjeçar, për çka ne dëgjojmë edhe një deklaratë të tij. Informatë zyrtare nuk kem deri më tani. Nuk kam fjallë Sasha, më i mirë thonë, po informatë zyrtare nuk kem hala, nuk e di as që shka ndodhë, as te ka ndodhë. Fjallë keqe, mund keqe me s'kem pas me kërkan. Absolut, deri në tani nuk kena pas me kanë me njerit lemë për as fjallë keqe. Ju përdini edhe për familja ju në kush jenë, në familja zëmerë, nas kena prit, për aneje kena ditë që kemni, armik, për knes kena prit kur zonë. Këna ka ndodhë. Kur i keni marrë informatën? Informatën e parë, prome kena marrë mbrëmje. Masi ka ndodhë rastë, për me ullë, për besë nuk e di. A keni njoftë rastën ose familjen e? Absolut, se kem njoftë, as kem ditë, as kusha, as sot, se njoftë, as e dim, as tash. As nuk e ka pas shok? Absolut, po thamë nuk e di. Për në erja. As arditi me thona i dushim një natë për para se në mëngjes ka full. Hec s'ken pas. A kalon vllazën tjerë? Po i ka, vllavi ka dhe 2, edhe 3 fëmijë, një vajzë e 2 djamë.